Histori shqiptare mundësohet nga Sigal Unica Group Austria. Mendo, një ëndër që të bëhet realitet ka nevojë për besim, mbështetje dhe siguri. Sigal Unica Group Austria, sponsor zyrtar i kombëtares shqiptare të futbollit. Çdo fshat i Shqipërisë ka veçantitë e veta, por janë disa fshatra të ndodhura mbi krumën e Hasit, të cilat kanë një të përbashkët. Familjet e këtyre fshatrave nuk mund ta konceptojnë jetesën këtu pa dhinë e tyre. Për ta Dhia është pjesëtar i rëndësishëm, që një e dashur që i ka ndihmuar t'i bëjnë mballë jetës edhe në terrene të vështira. Dhia e tyre, e identifikuar dhe me emrin e Krahinës, tashmë njihet botërisht si Dhia e Hasit dhe po tërheq edhe vëmendjen e studiuesve për specifikat e saj të veçanta. Genetikisht, Dhia e Hasit është vërtetuar në shumë analiza që janë realizuar vitet e fundit, që është ndryshe nga dhitë e tjera. Ka veçoritë të tjera. Është e dallueshme nga ana gjenetike, është e dallueshme nga pamja e jashtme, por ndërkohë Dhia e Hasit është e shquar për vetë cilësinë e produktit. Donatorët francezë u surprizuan të parët nga harmonia që gjetën këtu mes kësaj kafshe, territorit dhe komunitetit. Themi Has, themi Hasian, por themi dhe Dhia e Hasit. Ky trekëndësh është fantastik, ku bëhet fjalë për cilësinë e një produkti. Lidhja e artë që ka ekzistuar me shekuj bën që mishi i kecit në këtë krahinë të ketë një shije të veçantë dhe specifike. Prej 2 vjetësh, fondi francez dhe qeveria shqiptare po synojnë që këtij mishi t'i japin dhe shenjën e cilësisë. Ne synojmë ta mbrojmë nga kusht, ta mbrojmë nga falsifikimet dhe imitimet që i bën në treg. Shpeshherë shitet i njëjti produkt, të themi, po që vjen nga zonat e tjera si produkt i kësaj zone. Dhia si kafsh nuk është e padëgjuar. Dhi rriten në ferma të cilat çdo herë modernizohen. Por Dhia e Hasit është unike sepse pavarësisht modernizimit dhe teknologjisë, ajo është në territorin e saj natyror dhe mbashtohet në mënyrë tradicionale. Tradita e Dhis është qindra vjeçare, tradita për mbashtrimin e Dhis, dhe nuk mund të mendohet Dhia pa traditën dhe pakta banor. Pra janë në unison me njëra tjetrën dhe kjo traditë, mënyra se si ata e mbajnë, duke ballafaqur gjithmonë me klimën e vështirë, duke nxjerrë gjithmonë në natyrë, bën që jo vetëm kafshat të jetë rezistente, po edhe produkti të jetë shumë i mirë. Kjo racë e pastër përgjatë gjithë vitit është në kullot malore, si në kohë të mirë apo në dëbor. Jesën për një vetë 2 javë mrena. Vetëm 2 javë? Veç 2 javë, si esin mo. Dhia e Hasit vetëm 2 javë pushim nga brenda. Po, veç 2 javë, si esin mo. Ditë tjera... S'ka met, s'ka bo makine e me met. Asnjë racë tjetër nuk mund mbjetojnë këto kushte. Asnjë rast tjetër nuk mund të kullosi në dimër, për shembull, të dalin në dëbor, kur dëbora është deri në gjuhë, Dhia e Hasit del kullot.
asnjë rast tjetër nuk mund duroj thatësirën, mungesën e ujit, edhe të shfrytëzoj pyllin. Është e mirë se i ekziston ftofti dhe çdo gjë është për këtë vende malore është kjo. 80 centim e lartë është vështirësi. Po 80 centime poshtë çandi. Çandi, edhe për atë punë kjo përshtatet. Sa po me rrugën për nga Kruma për të ngjitur në fshatrat e Hasit, kupton menjëherë se ky terren është i shkëlqyer për dhinë. Karakteristike gjithë kësaj zone janë pllajat karstike. Lëndina nuk ka. Thyrja që krijon pllakat karstike është e përshtatshme për dhinë, e cila nga natyra arrin të lëvizë në terrene jo të sheshta. Hurdhat pra i zhvillojnë mbarje më shumë, shërben për prodhime bujqësore, shërben për ujëmbledhës ose lerat, që janë për të pirë ujë bakterie gjatë verës. Pra, ato njëkohësisht krijojnë një biodiversitet, sepse ndryshe është struktura e tokës në fund të hurdhës, ku ka depozitime aluvione, ndryshe është anash, ndryshe është rreth e përqafë. Dhe kjo shumëllojshmëri terreni krijon një shumëllojshmëri bimësie. Biodiversiteti këtu është manitës. Në pak metra katror, gjen 10 lloje bimësh aromatike dhe heterovajore. Po unë mjafton t'ju përmend disa bimë që shohim këtu, siç është trumza, listra, edhe rigoni që pam në pak më tutje, që janë bimë aromatike. Pra faktikisht, këto bimë aromatike lënë gjurmët e tyre në shijen e mishit. Studiuesit e mishin e kësaj vije e konsiderojnë të marinuar nga natyra për shkak të bimësisë së larmishme me të cilën ushqehet. Është mish i marinuar në natyrë, jo nga kuzhinjeri. Që do të thotë? Që do të thotë që me ushqimet që ka konsumuar ju pat listrën, rigonin e kuq, trumzën e shumë bimë tjera aromatike, i ka brenda. Kullotat më të mira të dhive janë në malin e pashtrikut, që është simbol i zonës, malin e gajrepit dhe në qafën e franshkit. Pse ka me dhia Hasit? Pse? I ka me të parasyje se e ka tërgu dhia Hasit veften, se ka qitë shumë, se kullosorat se janë këtë zonë, janë ma dëshme du të dishë të tajtojsh. Në këtë kohë do shkojnë në poshtë. Në këtë kohë qëtë mujë do shkojnë atje sipër, se kanë dalë ilaçe, kanë kodha barna që dalin në përmole. Aso me ilaçe barishta janë, po ato i nxjerrim edhe marroj, ja u zim edhe ja u qesëm ngujë. Secili nga këto male ka një bimësi të caktuar për të cilën barind ka njori. Ju i kullosni sipas bimësisë, për Sipas shembull, sot do të bimësisë. çosh në këtë mal. Ha, që hajnë ma mirë. Hajnë më mirë. Po, hajnë ma mirë. Fantastike. Cili Edhe- është mali që ka apo një lloj e ka bimësinë? Ja, nuk ka një lloj. Frankshi e si për ahat a ne se keni po. Ani është kullota me mirë për ditë. Kur ne poshtë, si që shihom atë shpatin e ne, ne aja zona është për qëtë mujë qëshorë, a garepi, po ka bërë qumësht aty, për qëtë mujë qesin qumësht. Kurse me shumë se zgjatë prodhimi qumështit, është kjo bjeshka të ne ka ki qeqeni, Frankshi. Frankshi ka më shumë. Po, bjeshka domnit. Qa bimësi e ka atje? Qa ka një gjë? Atje ka hikë rrethi, ka sherbele, ka araman, ka
Barë rake ka, pa lërë kufi me domnin, ka barë qumshti, rakti. Kjo është dhe arsyeja që mishi i dhisë së malit ka tjetër aromë dhe shije. Barind në has, edhe për kurimin e dhisë, përdorin bimët e natyrës. Po dhejt një ju qesëm hiker, shpiner, gati se s'kemi nevojë për vaksinim heq fare. Përse të mas po i qumë bjesht atje, mbash majet bjesht atë rast, gati se s'ka nevojë që atje ka gjitha llojet të bimëve. Gjitha llojet e bimëve. Me të kthyer nga kullota malore, dhive u jepet edhe krip, e domosdoshme për të. Kripa u vihet pran lerave që të mund të pinë dhe ujë. Në të gjithë zonën e hasit, nuk janë më shumë se 20 lera, ose si që thonë ndryshe, hurdha. Për lerat nuk kujdeset askush, janë vetë banorët që i pastrojnë dhe po krijojnë edhe lerat të tjera, të cilat në këtë zonë janë domosdoshmëri pasi ka pak burime ujore. Ky është qapi që mban kumborën dhe që prin kopen e dhive. Kjo është një dhi tipike e hasit. I kemi sjell këtu për të treguar disa karakteristika që e bëjnë këtë dhi shumë të veçantë nga dhitë e tjera autoktone që janë në Shqipëri. Karakteristika kryesore është sjellja e saj për një zonje të rëndë, ka një ecje të sigurt, pasi e njeh shumë mirë territorin, edhe pse ka një peshë të madhe trupore, është mjaft e shkathët dhe arrin të kullos edhe në terene shumë të vështira dhe madje edhe në terene me dobor. Tek Cjeprit, brirët ka një gjatësi shumë të madhe, e cila shkon deri në 40 cm. Një tjetër e veçantë e dhisë së hasit është pesha e saj trupore, që shkon nga 50 kg tek dhit dhe tek Cjeprit kalon edhe të 100 kg. Ka një gjatësi nga 80 cm deri në 90 cm tek Cjeprit, edhe shtatlartësia natyrisht është e dukshme, dhe një tjetër veçanti që është shumë interesante janë balluket, të cilat i japin një sharm dhe që barind edhe kur bëjnë qetjen e dhive nuk i prekin, apo jo? Qashtu. Pse ja lini gjithmonë balluket? Ajo ja jep paraqitjen e jeshtin e bukur që ka. Do me thënë, edhe pse shëmtoni që i prisi mantelin, balluket ja lini. Ja lini, se ajo jep pamjen e saj. Mendo, një ëndër që të bëhet realitet, ka nevojë për besim, mbështetje dhe siguri. Sigal Unica Group Austria, sponsor zyrtar i kombëtares shqiptare të futbollit. Nëse sot hasi është piketuar si vendi që ka gjallësën unike, kjo për merit të hasianëve, të cilët nuk hoqën dorë nga mbajtja e dhisë. Klima ashpërmalore, mungesa e rrugës, e ujit të pishëm dhe varfëria ekstreme, bëri që pas 90-s, popullsia e fshatrave të hasit të përgjysmohet. Të rinjt u nisën në kërkim të një jete më të mirë. Më të moshuarit qëndruan. Ata mbajtën hap dyert të shtëpive preguri, bashk me dhinë e tyre. Në këtë terren të egër mund të jetosh duke të munguar shumë gjëra, por kurse si nuk jetohet pa dhinë. Të larguarit kuptuan në emigracion vlerën e tokave të parëve të tyre. Paratë e fituara i sollën në has për të riparuar shtëpitë dhe shtuar tufat e dhive. Të larguarit një ditë nisën të kthehen. Për herë të parë, të rinjt hasian po shohin të ardhmen e tyre të lidhur me shanset që ofron zona.
po kuptojnë potencialin që ka terreni i egër dhe prodhimet natyrale në tregun e sotëm të konsumit. Duan njerëzit vinë këtu dhe të rrisin dhimbë. Këtu ka kërkesa më të shumta që mu kthye edhe me gjillu dhinë e hasit. Përpara thëshin, mos ishte një mish dhije. Po tashi, kjo kërkes, kjo ato llafe kanë ra gjithë poshtë dhe po kërkohet sa më shumë, do të thonë mishi, djathi, qumshti, gjitha produktet që ai sjell dhija për shembull. Në familjen Eriza Alush Gjepegjis të fshatit Mujaj, kemi rastin më konkret ku 3 nga 4 djemtë e tij janë kthyer nga emigracioni për të punuar bari. Kam qenë nga që në Gjermani kom punu, jeta nuk shon gjithmonë në kërbet, ma mjë këtu, me babë, me nanë, me familje. Unë kisha ide që njerëzit duan mu hik gjithë prej këtu. Ashtu thonë edhe tjerët. Si mund të jetoni këtu, në këto kushte, në këto vështirësi, në këto si. Po një përballon, kur ka një perspektivë, ka një punë, se sjell një produkt të ardhësh. Para isha maj ullët, se nuk e disha të vërtetën, kupton? Duke që ullët të shkoj e bari. Me bari, po. Po tani, hamdulillah Zotë që ma ka dhënë Zotë i kitë vullnet, se bari kanë qenë gjithë pejgamberët e Zotit dhe vetë me gjanë të shkojnë. Ti është më i vlerësuar. Po. Se të vinë nga Tirana, të kërkojnë mish të freskët, të kërkojnë... Ashtu. Jam krenar. Shonë për shembull, këtu ndoshta ki një ftofje për shembull, kohën e dimit, por verës është ngrohtë, është qetësi, një gjënë cicërimet e zogjve, kurse të shkojsh në kurbet, e të punojsh dikum, atje do të hajsh pluhur. Sigur të punojsh në minierë. E ardhura e tyre kryesore është tufa e vive, që sot numëron mbi 250 krerë. Nuk janë të pasur, por përballojnë mirë jetën në fshatin e tyre të harruar. Tufat më të mëdha me vi i gjejmë në 4 fshatrat, si Cahan, Mujaj, Gjinaj dhe Kishaj. Fshatra të cilat janë në distancë jo më shumë se 10 kilometra nga njëri tjetri. Fshatrat e Hasit kanë të përbashkët, jo vetëm dhinë tyre të famshme, por edhe arkitekturën e veçantë të ndërtimit. Shtëpit janë dykaçe me dritare të vogla dhe të shumta në numër. Në pjesën e përparme, shkallët prej drurit të çojnë në një balkon që i jep jeshi ndërtesës. Në fshatin Kishaj të filozofit dhe shkrimtarit Pjetër Bogdani, gjejmë gjumë të kaldromeve dhe të mureve që datojnë shekuj përpara. Çdo shtëpi hasiane ka pranë një kasole si kjo këtu, ndërtuar me deg dushku që quhen pojata. Kjo është e vjetra, po ti... Po vjetra. Sallën e re, shoh që e ke bërë moderna. Po, tash, ata për me ndryshëm koha. Kemi ndryshu i shvije tash. Sa dhimbë ban këtu? Këtu mund të rinë, që tham pakeca, 80 krerë. Bravo. 80 krerë. Bukur. Po, edhe rinë qetë që nuk kanë. Sa rron një pajat e tillë? Po, kjo rron 15 vjet, 20 vjet. Rron. Në to, dikur strehoheshin dhit. Drejta t'jen drejta. Sot dhit vendosen në stalla të ndërtuar me mure me tulla. Për dhinë e Hasit është shkruar edhe një kod. Vetë barint janë organizuar në një shoqat ku bashkarisht kanë rënë dakord për të ruajtur imazhin e dhis së Hasit.
Ruajtja e imazhit do të thotë që dhitë të kulloten në natyrë për gjatë gjithë vitit. Në rastet kur dobora e bën të pamundur daljen e saj në kullot, barinjt duhet ta ushqejnë dhinë vetëm me barin dhe gjethen e dushkut të mbledhur në zonën e tyre. Kecat nuk duhet të shkëputen nga mëma dhe në fund të muajt mund të ushqehen me bar të thatë. Duhet bja shtryllë janë. Po. Sëre për të parë. Po. Ndërsa në kullot duhet të dalin në muajin e tretë. Rregulla strikte janë vendosur dhe për kohën e therjes. Asnjë kec i dhi sahasit nuk theret pa kaluar muajin e tretë të lindjes. Të ndodhur në zemër të bjeshkëve të Krumës nuk ka ndodhur asnjëherë që të mblidhen kaq shumë njerëz. Të gjithë ndodhen këtu për t'i dhënë një ditë speciale dhis sahasit. Jo vetëm që do të paraqiten edhe disa produkte të zonës, por pika kulmore është parakalimi i të gjitha tufave të cilat po zgjerohen së fundmi në këto fshatra, ku do të zgjidhet dhia dhe capi më i mirë. Komuniteti i kësaj zone, nëpërmjet këtij panajiri, po përpiqet shumë që dhinë e tyre ta bëjë të njohur edhe për pjesën tjetër të shqiptarëve si një produkt ekskluziv. Fal dhe projektit pilot të donatorëve të huaj, po shkohet drejt krijimit të shenjës së cilësisë, që do ta bëjë të dallueshme në treg. Pas zhvillimit të shenjës së cilësisë dhe daljes produktit në treg, ne presim që kjo zonë të përmerë të sigurojnë të ardhura më të mira, në kuptimin e të ardhura familjare. Ne presim që numri i krerëve në këtë zonë, për shkak të këtij çmimi më të mirë dhe shenjës së cilësisë përdorur të rritet, sigurisht, si dhe nga ana tjetër neve synojmë që të ruajmë edhe një farë kulturë dhe trashëgimie që kjo zonë ka në mbarshtrimin e blegtorisë që mos të humbasë. Kjo zonë me biodiversitet të mrekullueshëm ka 3 herë më shumë mundësi kullote se sa tufa janë aktualisht. Nëpërmjet zbatimit të këtij projekti ne kërkojmë ose synojmë që të ruajmë biodiversitetin mjedisor, domethënë të kemi një impakt mjedisor. Markimi me shenjën e cilësisë është vlerësimi më i madh që i bëhet një tradite shekullore që ka ekzistuar në këto anë, si dhe mundit të asianëve. Mendoni që markimi i dhis sahasit do t'i ndihmonte fermerët në shtimin e të ardhurave? Absolutisht, me emrin e dhis hasit dhe mishit kecit hasit, sot spekulohet shumë, kushdo mund të shesi një kec që vjen nga çdo zonë tjetër, edhe thot vjen nga hasi, dhe kjo bën që diferenca në çmim të jetë e pandjeshme. Dhe vetëm një etiketim i tillë dhe markim dhe dhënia një garancisë së klientit që ky mish vjen nga kjo zonë dhe është i prodhuar sipas kodit praktikës, do bëjë që kërkesat rritet shumë. Nëse do të vi një ditë që do të regjistrohen kecat e dhis sahasit, ky do të jetë rasti i parë i një produkti të lidhur me territorin në Shqipëri. Për Shqipërinë do të thotë fillimi një faze të re në zhvillimin e produkteve të cilësisë për konkurim dinjitos në tregjet botërore. Ndërsa për Asin do të jetë piknisja e zhvillimit të një agroturizmi malor me një produkt të veçantë, siç është ai i mishit të kecit.
Histori shqiptare mundësohet nga Sigal Unica Group Austria. Mendo, një ëndër që të bëhet realitet ka nevojë për besim, mbështetje dhe siguri. Sigal Unica Group Austria, sponsor zyrtar i kombëtares shqiptare të futbollit.